Mund të keni dëgjuar CDU-ja dhe CSU-ja Unioni me SPD-n kanë bo marrëveshjen e tyre për koalicionin. Pikat më të rëndësishme janë mbyllja e kufive, heqja bërgagjeldit për të ardhurin nga Ukraina, kthimin e kufi, pra mos limi në hyrjen e kufi, heqja e mundësisë bashkimit të familjar të zgjeruar, në dyfisht vetëm në rastet e veçanta, pra jashtëzakonisht më e vështirë se që është. Çka ka tjetër? Një pikë interesant, po do ishin mu bazu në formën suedeze sa i përket ushtrisë, pra mos me qenë e detyrueshme, por me qenë nëse do me shku në rregull, nëse jo, për një kohë përkohësisht, kështu thanë të paktën. Çka është jashtëzakonisht interesant është kërkesë të veçantë për kthimin e të huajve, pavarësisht sa kohë që ndrojnë këtu. Pra, jashtëzakonisht numri i madh i njerëzve që do të kthehen nga këtu. Kush mendoni që i preken nga kjo pikë e fundit?